Selamu alaikum, të nderuar vëllezër dhe motra, po fillojmë përsëri me podcastin ton, me hoxhën e nderuar, hoxhën Lulzim Susuri, i dëshirojmë mirëseardhje. Hoxh, kënaqësi të jeni në mesin ton. Faleminderit Islam, mirë se gjatë ty dhe shikuesit e këtij. Faleminderit. Hoxh, sot e kemi përzgjedhur një temë që është shumë e rëndësishme, që po ballafaqohemi këto ditë apo këto vitet e fundit, që ka të bëjë me fëmijët tanë dhe edukimi islam në këtë botë pa kufi. Çfarë në kupton nocione apo kjo botë pa kufi? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allah në falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit e dërgojmë. Zotit rujt Islam ty dhe gjithë shikuesit e këtij podcasti që lutem Allahun që të na begati dhe bereqet. Ashtu si e përmend edhe në titull, është një botë pa kufi në dy aspekte, edhe pa kufi fizik, sa dhe merë pasaportën edhe na në Kosovë edhe në Shqipëri edhe në Maqedoni si shqiptar, edhe shkon kudo në Evropë, e ki liberalizimin edhe, por është për dikant tjetër jo vetëm Evropa, por është e tërë bota. Edhe pa kufi, po ashtu, pa kufi, do më thonë, të brendshëm ose shpirtëror, ose emocional, ose edukativ, qelë, çdo sen. E kjo pa kufi, në aspektin jo fizik, por ata psiqik edhe shpirtëror edhe edukative tjere, është më i rrezikshëm se sa ai fizik. Do më thonë, është që njohim edhe në gjuhën e popullit ajo, është një globalizmi, do më thonë që e kanë pas për qëllim edhe kanë synu shtetet të cilat kanë pas dominim mbi të tjerët, me bën diçka tillë që ata me përfitu gjithmonë ka qenë qëllimi. Mirë, po në disa raste është kthyer edhe kundërta. Prandaj një familje islame, një shoqëri islame ku nuk ka kufi, është vërtet e rrezikuar edhe edukimi i kësaj shoqërie, në veçanti i rinisë në shoqëritë muslimane, në kohën edhe në botën ku s'ka më kufi, ku kredu jo është bën se një fshat, është bën se një lagje, ku një lajm të kushit e merr vesh më përpara, domethënë ai në Amerikë ose në Japoni, se sa ai në lagjën e vet që është mëranë që s'ka dalë. Kemi pas rast kur ka ndodhur domethënë protesta në qytetin tonë dhe dikush nuk i ka ditë ose edhe unë si kom ditë edhe kur i kom pa në lajme domethënë të televizionit caktuar se ka pas protest filan, dhe mana e përpara më ka pru lajmin e lagjës time ose të qytetit tim. Pse? Kjo është domethënë nuk ka kufi. Kjo është sa është e dobishme, është edhe dëmshme për faktin se ose mrena qësaj nocioni ose këti pa kufi është e mundshme shumë që ato të këqijat e ati në Japoni, në Tokyo, ati tjetër New York, ai tjetëri ku e diku në Moskë ose diku tjetër së është më rëndësi, me të ardhët të shtëpia jote. Sidomos kjo humbja kufive përmes rrjeteve sociale është bëm shumë e mundshme, e sigurt edhe ta thënë ai çdo mur, ta thënë çdo barikad, ta thënë çdo derë të shtëpisë, edhe depërton në dhomën e djalit edhe të vajzës, më të mirë edhe mundet me ta prish. Andaj, në këtë kohë kur fëmijët janë në stop në rrjetet sociale, janë në stop online, edhe s'ka kufi, edhe s'ka monitorim mbi këshyrje etj, tash duhesh më ballafaqu, na themi në gjuhën popullore, është një kohë kur themi popullor që a mundet ose hajt miz shtyje kryte bullit. Domethënë bulli e kafsh e madhe, misa është e vogël edhe tash hajta mundesh më ballafaqu ti me gjithë që të trend dhe gjithë që të luft. Por gjatë temës inshallah do të diskutojmë se në Islam padyshim që kemi alternativa edhe zgjidhje të sigurta, efektive dhe pa kurfar vështirësie. Normal se mund duhet me pas, por pa vështirësi kam fjalën që edhe nëse lodhemi pak në anën tjetër kemi ibadet. Bëjmë ibadet duke u përkujdes për familjen, duke u përkujdes për fëmijët, duke eduku ata në këtë botë që s'ka kufi. As fizik, as, më thonë kështu, s'di si ta quj, dhe më thonë vizuala si me quj. Hoxh, si mundemi me rujt identitetin fetar të fëmijëve tanë, po pa u shkëputur, pa u larguar nga shoqëria, rrjetet sociale ku po jetojmë?
kjo është e rëndësishme se zaten edhe këtë na pasionojmë me këtë temë të cilën e kemi përzgjedhur. Nuk kemi qëllim të themi njerëzve as lëshoje krejt lërë, po as mos është nga shumë e me këput. Po çka me gjithë një mesatare ku fëmin tanë e lënë të lirë të jetoj, të bashkjetoj me këto kultura dhe këto dhe më thonë teknologji, rrjete sociale, etj, djathtas dhe majtas dunjas, dhe më thonë tjetë i lirë, por në anën tjetër të mos jetë indikuar, të ketë një personalitet vetin i cili ka një burim. E burimi është feja Allahut Azza wa Jall. Andaj në këtë kohë çfarë themi, unë këshilloj që me mujt fëmin prej vogël me e bë imun. Sikurse domethënë kur vjen viruset e saktuara, edhe njerëzit janë imun ndaj atyre viruseve, ndaj atyre telasheve. I përballojnë pa problem. Kështu janë edhe këto trende, domethënë këto rrjete sociale, influencerët e saktuar etj që janë sikurse dallgët, që ai i cili nuk di me notun to, edhe mundet shumë lehtë me u fundos ose me u mbyt. Na me gjendje mesatare, ne jemi kundër izolimit, se zaten edhe feja nuk na mëson me u izolu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka përmendur në hadithin e tij se hadithin e saktë se besimtari i cili përzihet me njerëzit edhe i bën sabër në vështirësitë të cilat i shkaktojnë ata, është më mirë se sa ai besimtari i cili nuk mund me bë sabër dhe çka bën izolohet. Prandaj në Islam nuk ndërtohen vendet e ibadetit që janë xhamiat nëpër male dhe nëpër kodra dhe nëpër vende të izoluara. Në Islam nuk është e pëlqyer dhe nuk është e lejuar që njeriu me shku edhe me u izolu. Domethënë me nejt vetëm nëpër dhoma, nëpër podruma, nëpër ku e diku. Por e vetmi rast është etikafi, që është në 10 netëshin e fundit të Ramazanit, me nejt vetë për me adhuru Allahun sa ma shumë. Për ndryshe, vetmia, mbyllja, izolimi etj nuk është arsyeshme. Prandaj edhe fëmijët tonë asesi nuk guxojmë në emër të kësaj se mos të ndikohet nga kjo zhdukje kufive kulturor edhe gjeografik, që e përmendëm në pyetjen e parë, mos me mendu që domethënë tash nëse i bllokojmë ata kena me i rujt, jo, përkundrazi absolut, kjo është gabim total, sepse në momentin që ati i pët mundësia dhe del prej ati izolimi, ai nuk ka me të ngumo. Çka duhet me bë? Po tham prapë përsëris me e bë imun fëmin, me imun me bë dhe familjen se jo, për jemi të vol për ma shumë për fëmijët, prandaj edhe po e përmendi këtë fjalë, pra t'i bëjmë imun ndaj sfidave me të cilat ata ballafaqohen çdo ditë në këtë botë pa kufi. Qofshin ata, thash kufi geografik apo edhe kufi kulturor. Që fatkeqësisht thash fëmijët nuk më shumë po e preferojnë izolimin apo vetmin me telefon, teknologji, sesa qëndrimin me fëmijë me lodra apo me lojna me lujt. Më shumë i sheh fëmijët nëpër telefona sesa nëpër vende ku lujnë. Kjo është për fat keq e vërtet në një studim që po e lexoja të bërë në Amerikë, thoshte që 95% e fëmijëve në botë janë të kyçur në internet. Domethënë kur themi në internet tu hyn rrjetet sociale e kështu me radhë. Kurse domethënë 46% të tyre rrin shumicën e kohës online. Domethënë 95% kanë rrjete sociale, pa marrë parasysh Facebook, nëse plesht kanë me në Facebook, tash kanë TikTok, kanë Instagram, Snapchat, këtë janë matrit, pra 95% kanë kyçje në rrjetet se fëmijëve të botës së fjala. Kurse 46% shumicën e kohës e kalojnë online. Bile një studim tjetër përmendte që statistikat mbas asaj që kam lexuar dhe mund të kthehemi tek ato referenca, nuk janë shumë të rëndësishme, por përmendej domethënë që fëmijët nga 5 orë gjys deri në 8 orë gjys është normale në vendet saktuara që ata menajt online domethënë për telefone duke bë ato lojnat ose ato lëvizje duke qit videot e ndryshme. Edhe praktikisht unë këtë e shoh, se shpesh unë të edhin që në këtë podcast kemi synim ma shumë nga praktika jonë me e dhonë mesazhe. Unë kam raste kur takohem me njerëz edhe konsultime për tasë për fëmijët e tyre, qoftë me meselen e fëmija është me mësysh ose me autizëm ku e diçka, normal merremi me këshilla se nuk themi që çështja e autizmit ose ku e diçka ka të bëjë me botën tonë
por e këshillon njerën. Në rastet të tilla sot e pata një rast para se të vi në emisionin tuaj, ku do të thonë dën me dal në botë tjetër fëmia. Edhe çka unë e di ilaçin e fëmijëve. Çka i tham? Babës ose kush është me ta aty, i tham lësha telefonin. Si ti jep telefonin dorë, do të thonë që me mujt më automatikisht ndryshon. U kry. Normal, ne jemi kundër kësaj, që mos keq kuptohemi se na themi mos i lëni fëmijët në telefon. Nuk po nxisin. Absolut. Vetëm deshta me thonë se domethënë edhe praktikisht na kena vërtetuar qoftë 3 vjeç fëmia, bile më i vogël, më beso. Kam raste kur çaç din, tap domon çaç është i sakt, çuçi ka ato që tjetër e gjun kështu, e din nalt çka bën, pastaj si më nru faqet prej Facebookut me dal në YouTube, iPhone, Samsungi, fëmia 3-4 vjeç. Kjo jep me kuptu domon se na ja u kemi dhënë këtë telefon i cili unë në një ders ose në një këshillë kam përmend që kur ka dalën për herë të parë televizori, disa prej ulemave aq shumë njerëz janë habit mas televizorit sa kishin pas thonë si duket që ky do të jetë është dëxhalli. Çash njerëzit i ka mashtruar, i ka marrë ka vetja etj. Pastaj me kalimin e kohës teknologjia ka ndryshuar. Deri te kjo. Pra mendo telefoni, domthon që është krejt, është kamera këtu janë televizionet, këtu janë dëshirat, këtu janë kajtjet, këtu janë halallet, haramet, çdo sen ka zëvendësu, librat. E tash, nëse ata kanë thonë dëxhalli është televizori, çka themi na sot për këtë? Kjo është super dëxhalli. Domethënë nëse do të kishte një terminologji të tillë normal, se saktë është ai dëxhalli është përshkrimin islam që ka në qenë formën e njeriut, sepse është njeri lindur nga prindër, edhe ato sifatet që do të ketë, por nëse dikush do ta zaventësonte për me bë dëm, ta zaventësonte rrjetet ose telefoni me rrjetet sociale. Nuk kemi kundër tyne, nuk thrasim mos me pas se i kemi, i mbajmë, i shfrytëzojmë, përfitojmë. Mbajmë derse, nxjerrim derse dhe zatën çto podcastet që po i majmë na, 99% kanë me këshyrë për mes telefonave ose formave tjera, domethënë iPad, çana ato sanat, por gati kërkosh në televizor. Dhe nëse këshyrë në televizor, këshyrë në YouTube aty, në elçan televizorin. Jo këshyrë në programe të caktuara televizive. Prandaj na nuk po thrasim mos me pas po themi, po kthejmë prapë aty imunitet me dhën fëmijëve. Imunitet në karshi këtyne gjërave të cilat mund ta dëmtojnë edhe moralin, edhe besimin, edhe gjithë gjërat, po. Kur fëmija sot dhe me thonë yes, no, edhe nuk dhe me thonë po ose jo. Pse? Se është ty ndëgju që ata. është ty ndëgju në telefon. Po e jeton ato. Po. Çfarë roli ka familja tash për me jau në farforme jo me jau ndërprej, po pak a shumë me i eduku në formën islame, po pa i anashkalu edhe telefonat. Po. Unë mendoj që ka disa familje në këtë rast. E para është familja, disa kategori të familjeve, po, ashtu më saktë. Kategoria e parë janë ata të cilët janë neglizhues. Kategoria e dytë janë ata të cilët janë diktator. Tash do të bëjmë. E para neglizhuesit janë ata të cilët, domethënë, thotë se s'ka gale. Ata s'ka gale, le të na lënë rahat. Edhe e lënë fëmin aq shumë me hyrë atë botën e, teknologjisë sa kur dëne me kthy, ma nuk mund me kthy. E dyta janë ata të cilët janë diktator, edhe nuk e lënë fëmin asgjë me bë. Edhe kjo pastaj sjell më vonë pasojën, pra ai pari kur dën me kthy ka herë sun e kthen. Ky i dyti tu i thon haram, zban, leje, heke, etj. Ky në momentin që fëmia i bën vitet saktuara që mund ta kundërshtoj prindin, boti zoti edhe i fuqishëm që mi thon babës jo, s'ngaj më. Unë e bëj çka du me telefonin tam. Unë me këndu flas, unë të qeli Facebook që du me qel vet. Kur ti rritet fëmia, pastaj ka me i dal pi dorës çat shumë sa ai ka dëshirë me kthy posmunët. Pra ne nuk po dojmë as kategorinë e parë, e neglizhon, edhe lën sallamadi pas kësaj i cili e detyron me diktaturë, se edhe këti edhe ati në fund kanë më konë rezultatet e dëmshme. Na dojmë kategorinë e tretë, e cila është e lën fëmin, por e vetëdijson fëmin. E vetëdijson duke fillu nga vozhlia,
si 3 vjeçar me mësu kush është Zoti yt, kush është feja jote, kush është pejgamberi yt. Kështu fillon besimi. Jo me mësu mas pari namazin. Jo me mësu mas pari obligimet fetare të cilat lypin mund, por njerë me mësu anën e besimit. Me thonë ka xhenet, me thonë ka xhehenem. Edhe me mësu dhe me thonë fëmin që kush është Zoti yt, ai cili ka kriju çdo sen, ai cili duhet më fal atij, ai cili ka emra cilësitë e bukura. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu është mësuesi ynë. Feja jonë është Islami, na nuk do me jetu pa Islam. Fëmin 3 vjeçar i flet sa kupton ai. Po e përmendë një rast që dikush ka me keshë, dikush ka me thonë inshallah të ndodhë ashtu. Unë kam një temin që po më pyet për dikon që ka vdek, për dikon të afërt, po më thot gjysh, çka u bën me filonin? Thash, ka shku te Zoti. 3 vjeçar 4. Qysha me shku te Zoti? Thash, është mirë me shku te Zoti. Se atje ki mu knaq, atje ka lula, ka pem, ka ushqime, ka të mira, ka çokolada. Fëmis. Po, fëmija. Sepse Zoti e ka bo xhenetin, a kret kena me shku atje. Kanë me fluturu njerëzit atje. Është mirë, takohen, knaqesh me babën, me nanën, me ata, me këta. U knaq fëmija. Edhe kjo, sepse ka raste kur prindrit i detrojnë fëmit, shuj, mos pyet, çka ke ngu aty le, zban, duhet më fal, çashtu Zoti ka thonë më fal. Ski, po pse ka dek ai gjyshi, stërgjyshi, filani, fizike, shujt s'të intereson, edhe nuk jep përgjigje fëmis. Çka ka me bo fëmija, ka me lyp përgjigje në dikun tjetër, taj influenceri budist. Edhe ta shune kur i po i tham nipit... Me marë përgjigjen të njeri gabum. I gabum. Kur po i tham nipit që kështu ka të mira në xhenet, ai në fund ma bën me atë sinqeritetin. Ani tha gjysh, tha, inshallah tha desish edhe ti. Allah e rujt. Amin ja rab. Thash, amin. Thash, sigurt ka me dek. Thash, sigurt. Ama thash, jo kur dojmë na. Kur dojnë Zoti, thash, se aje ka shkru. Mirë. E thash, kur ta ndëgjojnë këta ata të cilët nuk na dojnë neve, kanë me thonë amin. Ama Allah nuk e realizon kur dojnë ata. Se me pas kanë që na me dek, kur dojnë ata që s'na dojnë, na kishmi dek moti. Moti, e vërtet. Po si mund t'i mësojnë fëmijët ta dinë të vërtetën, nga pa e vërteta, të mirën nga e keqja, në këtë kohë që ka shumë informacione kontradiktore. Gjë e parë ndoshta që përmenda në pyetjen e kaluar është njëherë me nis me çështjet e besimit nga i vogël. Unë moshën e arsyeshme është moshën 3-4 vjeçare me këso muhabete që i përmenda pak më herët që me i tregu fëmis, me i tregu në ato për masa ose masa sa i kupton edhe sa imagjinata ti pranon. Me fol për Zotin, për fenë edhe për pejgamberin alayhi salatu wasalam edhe për Kur'anin, edhe për identitetin e tij. Pastaj me fillu me obligimet fetare, pra masit jam mëson çështjet e besimit, akides, nat mentalitetin e tij gjithmonë po kthehem që mos më mendu se tash do të më janis detajet apo ndarja e tauhidit tani nisan ato detajet jo, ato janë për më vonë. Pastaj obligimet fetare vijnë më vonë. Fëmin domethënë duhet me në çdo sfidat me bën thash imun, duke mësu besimin si i vogël, pastaj me shtime e dasht obligimet fetare dhe me i tregu obligimet fetare çfarë shpërblimi kanë. Me bën fëmin që ai mundi krenar me qatë Zotin që ka, me qatë fen që i përket dhe me qatë pejgamber që njek, që ai mu bon një personalitet krenar me fen e ti, asësi mës me undiku pasaj edhe mës me ardhë marën nga shoqëria të cilën ai ka me u shoqëru në klasë për shembull. Kur ata kret pinë alkool edhe kyspin, kur ata pinë duhan ose pinë drogë edhe kyspin, edhe mës mi thonë me gisht, aha, shiko ky çapo bën ky çuçani. Ai më thonë, jo, ka dalë se mua Allahu xhaleshanu më ka ndalu të keqen. Edhe unë jam krenar që e rujun dinitetin tam, e rujun e mendjen tame, nuk bi në ndikimin e alkoolit edhe drogës, me dëmtu veten edhe familjen edhe shoqërinë, sepse unë synej nesër më kanë dikush me shërby këtij vani. E çështu si ti
nuk mundemi me shërby këtij veni. Mujna me arrit. Unë falem, pse falem? Sepse unë vetëm Allahut i nënshtrohem. Në momentin që kumran sejdë Allahut, unë nuk i bin sejdë as nuk i nënshtrohem as kujt tjetër. Kështu me prum fëmin që në drejtë që kur ti bën 7-18 vjet ose 5-16 vjet, mos më marrë për kur gjën përkundrazi më ndje krenar. Pastaj informacionet të cilat ai dëgjon. Mos më marr domethënë sikurse s'di si tham sy ai syngjeri domethënë që çdo gjë të lëngshme ai më thith. Jo, nuk është kjo. Kur ti jam mëson, domethënë, jam mëson shembulltyrën e pejgamberit alayhis salam të sahabëve me ditë ai kush kanë qenë shembulltyra më mirë, kush kanë qenë trimat e vërtet, kush kanë qenë njerëzit më besnik, njerëzit më bujar. Kur kuptojnë kush është Zoti i tyre, ata edhe namazin pastaj kur ta bëjnë kanë me bë me qef. Jo me të parën me mësu fëmijë, domethënë me i thonë që kush falet shkon në xhenem. Jo kështu, përkundrazi, me fillu domethënë duhet më fal sepse Allahu na ka obliguar më fal edhe na pse dojmë Zotin falemi. Duke u fal neve e fitojmë xhenetin. Në xhenet ka këto mirësi. Pra anën pozitive edhe anën e butë që ai me ditë pse po bën ato. Jo me u friksu nga frika. Po bëj namazin se tutëm ose prej babës ose prej xhenemit. Kjo ka vendin e vet, sepse na friksimi dhe inkurajimi e kanë vendin e vet secilla, por me pas kujdes në secilën mosh me fol sipas mentalitetit të tij. Pastaj me bë imun, mase ja kem mësuar çështjet e besimit dhe dashurin për adhurime. Kur jam mëson dashurin për adhurime, ai vet ka me praktiku adhurimet pastaj. Sa është i dasht, ai e do agjerimin. Ai nuk e bën agjerimin, nuk thot kur vjen Ramazani ku për mua tash 30 ditë ku shrin pa bukë pa ujë. Ai thot lumi un, çfarë dobi ka agjerimi, çfarë kënaqësi ka me përjetuar në Ramazan, lumi un. Sikur ta dinë në të tjerët. Kjo është një pikë. Pastaj duhet me bë personi i cili jo çdo sen që i vjen ai me pranu ashtu kallu, po me ditë që ka rregulla islame, për shembull rregulli që kushdo që është jo besimtar, po them kështu, me mëkate të hapura që i bën haptas mëkatet, lajmet e tyre nuk duhet mi pranu pa i shtinë për laboratorët e islamet, me i verifiku. O ju besimtar nëse vjen një fasik, një prisht, një mëkatar që bën gjunat haptas, që dihet që ky është njeri i devijum. Nëse vjen me një lajm, vërtetojeni. Siguroni se është i saktë apo jo. Pastaj me i dhoni informacione të mjaftueshme që nëse është e nevojshme me debatu, jo edhe nëse direkt, jo edhe nëse direkt, me debatu në mendjen e tij me një person i cili është antifetar, qote qetaj një dyshim të caktuar. Ky me ditë si me debatu me veten, me qenë fleksibil në atë mas sa ky ka besimin e qartë, ky informacionet nuk i marr për çdo kujna, por edhe nëse dikush ja bën një dyshim, ky është në gjendje me u ballafaqu me atë dyshimin, nëse nuk i din detajet. Pse? Nëse nuk i din detajet, e din ku më u kthy te referencat, kush janë referencat e tij. Referenca e tij është feja. Referenca e tij është prindi, referenca e tij është shtëpia. Pse po them shtëpia? Sepse shtëpia është vendi më i sigurt që fëmia, domethënë, ose një djalë dhe një vajzë e re ose djalë i ri e gjan paqen, e gjan qetësinë për çdo problem të jashtëm, për çdo dyshim, për çdo që është ngrit rreth besimit, rreth moralit, rreth edukatës, rreth ku e di kuj, ai e gjan te shtëpia një përgjigje për babës vet. Nëse vet s'ka mujt me gjet një zgjidhje, a nëse nuk guxon te shtëpia më uçel, atëherë ai ka me lyp dikun, ndoshta ka me lyp në rrugë ose në vende të gabuara. Hoxh, si duhet veproj prindrit me fëmijët e tyre kur ballafaqohen shpesh kur bindesh me fen në për shkolla, në për rrjetet sociale apo në shoqërinë ku jetojnë. Si mi mësu fëmijët me u ballafaqu me këto presione? Ajo që përmendëm deri tash, pak a shumë na sharon këtë pyetjen që e bëre, por do të shtoja këtu që secili prind le të punon me fëmijët e vet prej të vegjël, le të bëj, e përmenda edhe për përsëris fjalën imun, le të bëj krenar me fenë e vet duke ju prunë sa më shumë shembulltyra, sa më shumë informacione rreth fesë vet ato që po praktikon ai, le ta bëj fëmijën e vet një model në vetvete, le ta bëj një personalitet në vetvete, i cili nuk ndikohet nga të tjerët sepse ndjehet krenar me atë që është. Në këtë formë, edhe nëse do të
ballafaqohej, ai është i Zoti për më u bë ballë aty në sfidave që po ja paraqesin ose po ja bëjnë shoqëria ose klasa. Pra një djalë i cili fal namaz, një vajzë e cila mban mbulesë, asesi nuk është më i dobët as në personalitet, as në mësim, as në edukat se sa ky tjetri i cili është i përdalur ose nuk është fare kërka as në mësim, as në edukat. Por tash kur t'i gjuan 10-15, ai mundet me u ndjesi i vetmum, por kur e ka personalitetin e fuqishëm dhe ka argumente, e bën me bindje, jo se të babës për i tutët, por e bën me bindje namazin, e bën me bindje farzin edhe largohet me bindje nga harami. Ky nuk e ka problem. Nuk e ka problem kur ata e duan ta përqeshin për faktin pse ai s'po pin alkool. Se ai din mu ballafaqu me ta. Se ai është të e bë nga dashuria, ai ndihet krenar. Absolut nuk thehet. Kjo do të thonë e para me i kriju një personalitet, ama kjo lyp punë. Dhe unë e këshilloj çdo prind, aman, punoni me fëmijët e juaj me i bë burra. Po tham domethënë djemt me i bë burra, edhe vajzat me i bë gratë, domethënë të pjekura, të ndershme, burnesha, me plot kuptimin e fjalës. Asnjë erë, asnjë ujk që ka lënë rreth saj, ajo mos më friksu. As me lëkund. Krenare ajo për ata që është, ama nuk mundet mundja ajo krenare kur ajo ka brendësinë bash. Brendësinë e imanit, brendësinë e edukatës, e kulturës, e personalitetit. Pastaj ndjehet bash se ajo ka shumë mungesa. Ajo ndjehet bash se ajo nuk është mësuar kredikanisha në shkollë. Ajo nuk mund pastaj mu ballafaqu. Kur ti edukon edukatën ja, pastaj jep mësimin 2. Prandaj unë një prej këshillave që gjithmonë ja kam dhënë fëmijëve të mi, kam thënë 2 sene duni mi bën në shkollë. Për tjerat, për 2 sene ju jeni përgjegjës. Për tjerat çka do të ndodhë unë jam përgjegjës. E para, mësoni. Edhe dyta, silloni mirë me mësuesat e juaj, pra bani të edukum. Këto dyjat, nëse nuk i bani, i bani ju përgjegjësit. Si e sjell mirë në shkollë përjashtojnë, unë s'kam çat bëj. Faja është ti. Ama nëse ti ke mësu, edhe nëse ti ke qenë i sjellshëm, nuk ke mungu, nuk ke bë mungesa, ke marrë notat e mira, i ke respektu mësuesat e tjerë. Mësuesit nuk i intereson, pastaj ti a fal namazin, a nuk e fal namazin. Është çështja jote personale ose gjëra tjera. Askush nuk ka të drejtë, as nuk ta bën padrejtësi. Prandaj me këto në këtë formë fëmia, më thonë, e gjan veten që mos mohtut për i kërkuj atë në shkollë. Bile unë mendoj jam bindur se në natyrën e njerëzit, ata të cilët nuk janë fetar, natyrën e tyre Allah azza wajal secili njeri e ka lënë që ai i cili është në të drejtën, edhe qëndron stabil në ta, të tjerët me ja pranua edhe nëse nuk e shfaqin haptas. Pra me bën një personalitet, por mu ballafaqua edhe dyta, sa herë të gjen vështirësi në ballafaqim, me pas ku më u kthy për qetësim. Ajo është familja. Familja është foleja, strovkulla, është vendi më i sigurt të cilin e ka një fëmijë mas problemeve të cilat mund të me probleme jashtë shtëpisë. Prandaj edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, me problemet të cilat i ka pas me davetin e tij, kur ka në shtëpi ka gjetë qetësi te bashkëshortja e tij Hatixha radhiyallahu anha. Pejgamber ka nevojë. Prandaj edhe fëmijët, nëse kanë probleme të caktuara, e përmenda edhe më herët dhe përsërit tash. Gjejnë qetësi në shtëpi. Se ai baba që sot ai djali dhe vajza i ka bërë 6-17 vjet ose 2-13 vjet, prej moshës 3 vjeçare, 5 vjeçare e ka eduku fëmin. E ka bërë burrë, ka bërë personalitet. Pse jo me angazhu fëmit me gjëra përveç kësaj produktive. Që e përmenëm domethënë aspektin fetar edhe e kryerjen e adhurimeve, besimit etj. Me bë fëmijë i cili për shembull shkon edhe merret me ushtrime. Një djalë 10 vjeçar, 12 vjeçar i cili shkon atje ushtron boks ose karate ose mundi ose judo apo diçka. Ai është krejt tjetër prej aty në tjerëve, të cilët rrinë të nditën në ato lojnat e telefonit. Bëni fëmijët e ju burra. Mos i lasdrani. I shkatrani fëmijët nëse i lasdrani. S'kan me pas kurfar personaliteti nesër. E që ky fëmijë që ka 12-13 vjet edhe atje shkon ushtron një sport të caktuar ose futboll tash, mos të thonë diçka po që fizikisht që ka. Ushtrime që i përshtatet moshës tij. Jo për me bodam, jo për me bodam.
Ama do të thonë mos me kërkush, mos me mujt me lut me ta. Sepse ai edhe në aspektin kulturor, aspektin imanor, aspektin fizik, ka do të thonë disiplinë, ka çdo sen. Edhe tash do të thonë vetë ju dallohet ky fëmijë. Edhe më rrinë do të thonë dikun që të tjerë kanë me marr lakmi prej vogël. Prandaj lypet edhe disiplina për me bë dikush. Cilat mund të jenë disa nga gabimet prindërve që i bojnë më të shpeshta në edukimin e fëmijëve? E para, nuk merren kur është koha më marr me ta. Hajtë se ma vonë. Duke angazhu prindrit me anën ekonomike, t'ja rregullojnë jetën fëmijëve të me edhe t'ja siguroj disa thonë, ata ndoshta t'ja sigurojnë jetën duke ja ndërtu një shtëpi ose duke ja blerë një dyqan. Por në anën tjetër, po ja humb ahiretin e fëmis. Sa atë shumë e lën anash e neglizhon, sa ai ndoshta e ka vështirë me u kthy aty ku duhet, te pika zero. Se i ka bërë 17 vjet, baba e ruan, e laston apo e lazdron, i jep, pasaj kur ta shef ku bë drogerash. O bo i pa dini, pa iman, kundërshtar, ku e diçka. Pasaj dën me e kthy aty ku duhet, po ma nuk kthehet. Normal, ka raste, pa dyshim që Allah Azhjel është i mëshirshëm edhe e udhëzon kënd të don me rahmetin e tij në rrugën e vet. Por themi domethënë duke u angazhuar me gjëra të cilat janë të rëndësishme, por prap mbesin të dorës dytë. Edhe nuk bën asësin llogarit besimit, llogarit të edukimit me i bë këto, ai e largon fëmijën e vet të mendu që është i bë mirë. Kjo është një prej pikave kryesore. Pastaj unë tham duhet me qu fëmijën në xhami, me mësu të hoxha, sa mundesh akoma me ka për dorë. 3 vjet, 4, 5 tash. 3 ndoshta shumë i vogël, por kur ka filluar me shkruaj me lexuar në klasën e parashkollor, sa fëmijë hala të marrin për dorë, e marrin babën, e ka babën për dorë. Mundesh me qu. Momentin që fillon me thon fëmia, unë tash unë jam i Zotit. Zakonisht moshën 12-13 vjeçare, kur pak e kishin vetja në qaf, ndoshta është vënu prindi me qu të hoxha me mësu. Kështu rikret fëmijët të cilët ose kret të vjetrit të cilët e ditë kul vallahu had ose shahadetën ose inatajna e kanë mësuar nga gjyshit e veta kur kanë rënë me fjet moshën 3-4 vjeçare. Kur si kanë harruar ato sure? Kur nuk i kanë harruar. Pse? Janë marrë. Është marrë dikush me ta, edhe është ajo fjala urt e cila thot mësimi në veçli, sikurse gdhendja në gur, si gdhendja në gur. Prandaj këto janë disa gabime ose 2 gabimet kryesore që prindërit. Pastaj edhe do ta përmend ndoshta edhe më vonë rritja me halal. Rritja me halal mund të lidhet me të parën, kjo që angazhimi mas dunjos edhe harrimi të harruarit e edukimit fetar, ama një prind i cili ju çan fëmijëve ushqen me haram. Fëmijët nuk kanë faj në këtë veprim prindit, ai jep llogari, por edhe një trup i cili është rrit me haram. Subhanallah, është problem u udhëzu. Prandaj do të bart prindi përgjegjësi për ta. Por edhe ata kur të rriten dhe të bëhen vetëdijshëm, normal duhet me reflektu. Por kanë më zor me reflektu se sa të tjerë që janë rrit me halal. Prandaj edhe e bën ky prind përgjegjësinë për këta fëmijë. Rritni me halal. Nuk është patjetër ti mi pas kushtet më të mira mi u bë fëmijëve, po është patjetër mi u bë kushtet e pastër të fëmijëve, kushtet halal. Që ai më rrit pasaj, edhe nëse devian nga përgjegjësia vet, jo nga përgjegjësia jote si prindër. Këto janë gabimeve që unë shoh, edhe pasaj mos kontrolla, blerja e telefonit fëmis, jo për ta eduku, por blerja për ta rahatu vetin prindi prej tij. Kjo ka dallim. T'ja blesh një telefon fëmis në një moshë ku mendon se mundet me përdor telefonin tash e mas. Ka dallim për një moshe që nuk mund me kontrollu edhe përveç dëmeve fetare i sjellë dëme morale fëmis, edhe ekonomike, ku do të thonë ai tu pa në internet mësohet se mund të me dalë në rrugë edhe me therr njerëz dhe me vran njerëz, pse se ka bën njëri atje në Suedi ose në Tajland ose ku e diçka, edhe është bën famshëm në TikTok edhe në internet, edhe ky don me dalë me bë. Prandaj rrjetet sociale ose këto jo kufit digital pa kufi edhe pa kontroll, normal që kanë me pas pasoja. Hoxhë, po du me ndërlidh me këtë rastin, me pyetjen që e bona, ndëgjova një video, baba për i thot vajzës, vajza em ti kërkove banesë
ta kom ble banesën më të madhe, banesën më të mirë. Kërkove vetur, ta kom ble veturën më të mirë. Kërkove pushime, ti mundsova pushimet më të mira. Lype shkollë më të mirë, të kom dërgu në shkollën më të mirë. Çka të ka mungu vajza em? Pse je kjo që je? Tha mun ka mungu një babë. Do thonë, përgjigjja ishte shumë e rëndësishme. Përkundër materializmi që i ka kërku, asaj i ka mungu e baba. Po, e vërtet është. E kjo si bat, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në një vend ku mlidhen besimtarët për me mësu një mësim, librin e Allahut, një ajet kuranor, aty zbret rahmeti, zbresin melaqet, i ka plan bereqeti, edhe Allah i përmend të vetja ti. E një familje që nga në baba ditë e natë me pru pare të shpia, e nuk është afër fëmijëve. Me i thonë, hajde ta lexojmë sot një hadith, hajde ta lexojmë sot një ajet, hajde ta përkthejmë së bashku, ta analizojmë së bashku. Nësa është prindja aty edhe i ban këto, ka me zbrit rahmeti Allahut. Prandaj një familje, kur devjerën fëmijë, një prej pikave që kanë përmenu ulemat, ka thonë, për me pas bereqet një familje, fëmijët, baba, nana, kush janë në atë familje, është që më mbledh së bashku me lexu një libër. Duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që përmenda, në çdo vend ku mlidhen, hadithi ka për qëllim xhamiat, por se ulemat kanë thonë edhe familjet mundën në shtëpi më mbledh, me zbrit rahmeti, me zbrit melaqet, me bë dua, me përmend Allahu azza xal, mi përmend ata njerëz që përmendin ata Zotin në shtëpi, Allah më i përmend qiell. E ky prind që mungon, pastaj rritet fëmia me mungesën e prindit, me mallin e prindit, me dëshiron me përqafu prindin ose prindja ata, por bëhen të vonë dikur. Pse? Duke u dhënë mas tyre gjërave të cilat në fakt janë të dorës dytë. Allah na përmirësoft. Amin. Hoq për fund, disa nga këshillat drejtuar prindërve në lidhje me edukimin e fëmijëve të tyre. Disa nga këshillat që mendon janë më bazore. Nga ajo që përmendëm deri tash mund të nxjerrim shumë këshilla, por po i veçoj me përmendje, e kam thonë dhe do ta përsëris gjithmonë, edhe nga praktika kemi pa, edukoni fëmijët me islam. Edukoni me islam. E para. E dyta, rritni me halal. Pra po ktheva. Prap. Ta jema. E treta, nëse dën me pas fëmijë të mirë, të edukuar edhe musliman të ndershëm dhe sinqert, atëherë bëhu ti shembulltyra më e mirë për ta. Ti bëhu shembulltyra, ti po don më bëj më mirë. E ti për veti je llam, e nuk shkon ashtu. Ti duhesh më bëj modeli më i mirë për ta, sepse ata shohin, ata kopjojnë, ata vrejnë. Andaj është kot ju flasësh nëse vetë nuk i ban ato gjëra. Pra, këto tri, pastaj mundo me kriju thash një personalitet për fëmin, që i vogël, burnëje. E katërta, angazhoni fëmijët në çdo kohë. Edhe gjatë shkollimit, edhe gjatë pushimeve, edhe paradite dhe masdite, angazhoni me diçka, mos i lëni me pas kohë shumë në rrjetet sociale. Sepse i shkatroni. Bani aktiv, lëni aktiv, detyroni mu kon aktiv, me kurse, matematikës, biologjisë, kimisë, historisë, ku e diçka. Po disa prindër janë pak ndishëm, thonë, s'po dojnë amilose, gjuna, fëmijë është ky. Atër ky le t'i ban pasojat masane. Nga dëmshuria mundet me hup. Vetë kam i bajt pasojat. Në ushtri ati kur dojnë me i ba ushtarët më të mirë, atat elitën e ushtrisë, a i lanë me fjeta, a i detyrojnë ishtin me ka ushtarët. I bajnë zullum ma shumë. I bajnë zullum ma shumë. Ishtin me kajt. Ata cilët dojnë me shku me bo fitness, me ngrit pesha më të larta, me bo trup më të bukur. Që e bajnë? I detyrojnë me sa ma shumë me vujt. Kur themi me vujt tash fëmin, nuk do të thonë nash me marrë dhe me abuzumet e me çmenda, thon ty bërtite ku e diçka. Por për moshën se ne ka me e angazhu me diçka të dobishme. Se nëse nuk e angazhon me diçka të mira, e ka me angazhu me diçka të keqe, të padobishme. Po thon të kot. Me diçka të kot. Pastaj vjen një moshë që më u shoqëru me fëmin. Vjen një moshë më u shoqëru me fëmin. O kryma, do ani ke bën 5-16 vjet djali, çika, u kryma. Tash vetëm unë është me këshillu, me fjalë të buta, me dal me pi një kafe me ta, ma përpara kënë dash më marrë me ta. Prandaj, një prej problemeve të prindërve që vinë edhe na ankon për fëmijët e tyne, hoxha falni për respektimin e prindërve. Në fakt, i ka kalu, i ka ik treni ati fëmijë, se ai nuk e ka prunë të hoxha, ose në xhami, ose dikun me kohë, ose se ka eduku vetë.
e tash është bë vonë. Tash po përballet me pasojat. Përballet me pasojat, edhe lyp domethënë pastaj zgjidhje masi nuk po më është bë vonë se gjithmonë ka vend për edhe për përmirësim, edhe nuk duhet më hup shpresën deri në momentin e fundit, por rrethonat edhe praktika e vërteton që sa më vonë aq më vështirë, sa më herët më lehtë dhe më mirë. Prandaj kjo është një prej këshillave, po ashtu thashë me ditë fëmia me ia lexu pse jo historinë islame, edhe me ditë se kush janë shembujt më të mirë të cilët ai duhet me i ndjek, edhe asesi mos më ra viktime influencerëve në rrjetet sociale, çka bën ai atje në Amerikë, me bën të njëjtin trend këtu, çka bën ky në Pekin ose në Tokyo, me bën të njëjtin trend këtu, ose atje në fund të Afrikës, absolut jo. Me ditë kufit e vet ku i ka ai. Pra, mësoja fëmis halalin edhe haramin, mësoja Zotin, mësoja se i ka dy melaçe që e shkruajnë veprat e mira që janë në krahëror, Zoti e sheh çdo kon, çdo kënd edhe çdo kund, edhe pastaj thuaj merr me babën telefonin. Çeli kret rrjetet sociale, hiç se kam problem. Se e ke eduku, i ke tregu kush është shembulltyra ati, i ke tregu çka bën me këshyr, çka s'bën me këshyr, e ke mësu halalin e haramin, i ke kallzu kush është Zoti i tij, kush është pejgamberi, çka janë melaçet, dita e gjykimit, xheneti, xhehenami, rreshlir masane. Prandaj e ke kry përgjithsinë si prindër. E ke kry, po. Na nuk vrapojmë pas fëmijëve tanë çka po këshyr në telefon. Nuk vrapojmë, por e kemi mbjell temele me kohë, që ata me ditë me u bë ballë të gjitha sfidave, edhe me qenë imun me çdo gjë që i del në rrjetet sociale. Allah na përmirësoft. Amin. Hoxha, Allah i shpërbleft për këto këshillat, ishin shumë të dobishme. Shpresojmë që shikuesit tanë të kenë dobi dhe të qesin praktik këto këshilla. Allah i shpërbleft. Faleminderit shumë. Amin. Allah nderoft aty, Zoti na përmirësoft gjithëve. Amin. Amin. Faleminderit. Shikues të nderuar, faleminderit shumë që na ndoqët. Ka që ishte për sonte, shihemi herave tjera. Assalamu alaikum.